Në vijën mbretëretare të plazhit të Durrësit janë instaluar kullat e vrojtimit, por shumica e tyre konstatohet se janë pa personel. Në një biznes, mësojmë se është detyrim ligjor pajisja me kulla, ndërsa në plazhet publike kullat dhe vrojtuesit i mbulon bashkia. Çdo subjekt është i pajisur normalisht me kullë vrojtimi dhe vrojtues plazhi, i cili është i detyrueshëm me ligjin shqiptar që kemi, pra me ligjin për marrjen e plazheve. Pra çdo subjekt duhet të ketë vrojtuesin e tij plazhi, i cili duhet të jetë gjithkohon i disponibël për të shpëtuar jetët e pushuesve. Ndërsa te pjesa e hapësirave publike, pra plazhe publike, e merr përsipër bashkia që të vejë vrojtues të plazhit. Pra, deri tani nuk kemi pasur asnjë incident, asnjë problem, por gjithsesi vrojtuesit duhet të jenë gjithkohës aty që të jenë gatishmëri për të shpëtuar jetë njerëzish, nëse do ishte nevojshme. Nga filmimet e Adrianet Televizion në terren, shikohet se kullat janë instaluar, por nuk janë të plotësuara me personel. Pushuesit thonë se vrojtuesit nuk i shohin këto kulla. Në ta nuk ka as vrojtues dhe as pajisje vrojtuese ose dhënje ndihme të shpejtë. Kullat e vrojtimit ka vrojtues, vinë në rregull, edhe secili që qëndron këtu ka një lloj kontakti. Sa ditësh pushon? Unë pushoj prej afërsisht 10 ditësh. Kanë qenë prezent. Kam një 6 ditë sot. Për hije po rri, po shkollës, po asnjëri nuk shoh aty. S'kam parë një gjë. Unë jam brenda, vi këtu, ik në shtëpi. Unë jo këtu, po dhe andej që bëj xhiron, andej asnjë s'kam parë. Mos i kull s'kam parë njëri aty. Qoftë larg, mos do të më ngjotej. Po bëjmë që në data 25. 25 që... Jo, nuk ka pas vrojtues. Nuk ka pas vrojtues, deri tani nuk ka pas. Për si vjet, jo. Jo. Po kulla është, po akoma nuk i kanë sjellë. Ja, se edhe tani kam edhe tabelat këtu në Durrës, për plazhet. Sipas Federatës Shqiptare të Vrojtuesve, në vend ka rreth 1400 vrojtues, të trajnuar dhe certifikuar, por shumica e tyre nuk e preferon këtë pozicion pune.